A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, pasi që është edhe muaj Ramazanit, edhe muaj Koranit, desha mi përmendën disa detyra që i kena ndaj Koranit. Ne kemi disa obligime, disa edukata, disa obligime që i kemi ndaj Koranit familjart. Për sot e kam vetëm një obligim, ku është obligimi kryesor që ta përmendi sot. Është obligimi me i besue Koranit familjart. Me i besu çdo sende që është në këtë libër. Pasi që është fjala Allahut, e fjala Allahut, çdo send Zoti që ka përmendur në këtë libër, ne kemi për obligim të besojmë pa pikë dyshimi. A është përmend kjo meselë në Koran, që ne duhet me besu Koranit? Allahu në surën Bekare, në faqen e parë, çka thot Zoti subhanahu wa taala, "Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik." Ata të mirët, besimtarët e mirë besojnë këtij librit, edhe besojnë librave të tjera më herët. Libra të tjerë më herët kush janë? Është Teurati, Injili, Zeburi, gjitha librave besimtari beson, ama edhe këtij librit i beson muslimani. Kjo është obligimi i parë, si se për neve ka obligim, dhe është kusht. Nëse një njeri nuk i beson librit, bile, dhe nëse një ajeti nuk i beson, del për imanit. Këta si më thonë, ne kemi obligim si musliman, mos kemi as pikë dyshimi. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Në këtë libër nuk ka dyshim. A të po surja, Kurani, surja Bekara ka fillu me këtë mesele, që ne zdu me pas asë pikë dyshimi në Koranin familjar. Gjithashtu surja Bekara përfundon me besimin në Koran. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. I ka besu këtij librit rasuli edhe mu'minët, besimtarët. Pra patjetër, më thon, imani beqeni i sakt në Allah subhanahu wa taala, ne kemi kusht me besu librit e Allah subhanahu wa taala. Kjo është detyra e parë, obligimi i parë që kena ndaj në Koran familjar. Mesela tjetër, dhe së dash, kur themi ne me besu Koranit, çka i bie kjo? Kjo i bie që e para, çdo send që është përmend në Koran, me besu, pa pikë dyshimi. E dyta, me besu e çdo send pa përjashtim. Se disa mund me thonën, unë i besoj filan meselen, por filan meselen tjetër nuk besoj në Koran. Nëse diçka nga Korani ke mohu, e ke mohu komplet Koranin. Ne kemi detyrë, më thonë, me besu komplet fjalëve të Allahut, më ata pa pikë, më thonë, dyshimi. Gjithashtu prej çështeve, çka i bie me besu në Koran, i bie që Korani nuk ka ndryshu. Ne kur besojmë në Koran, duhet të besojmë që ky Koran asnjë shkron nuk i mungon. Komplet që ka zbrit për Zotit, ashtu levera ka mri dhe në ditën e sotit. Tasi edhe kjo çështje hyn te besimi në Koranin familjar. Gjithashtu për gjëra që ngërthen e veti besimin në Koran, është që ky Koran, Allah nuk kalon temë pa trajtue. Gjitha mesele që i duhen një muslimanit, krejt ne i kemi në Koran. Pra Korani, Allah thot, "Wa-nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay." O Muhammed, ta kemi zbritur një libër që është qarim për çdo mesele, për çdo çështje. Edhe kjo është një ndër meselet që ne duhet besojmë se Kurani familjar është qarim për çdo mesele. Gjithashtu duhet me besu ne si musliman që Kurani ka nevojë për shpjegim. Kush e ka shpjeguar këtë Kur'an? Në shumë vende në Kur'an e përmendet që Kur'anin e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne besojmë. Gjithashtu për çështjeve tjera, Kur'ani veçohet me disa veçori që si kanë libra të tjerë. Teurati, Injili, Zeburi janë libra të Allahut. Por Kur'ani veçohet me diçka që ata s'kan pas. E para prej tyre kanë thonë dietarët, Kur'anin Allah e ka marrë përsipër me erujt. Kurse Teuratin, Injilin, Zeburin, Allah se ka marrë përsipër me erujt libran Teuratin ose Injilin. Kurse Kur'anin Allah subhanahu wa taala ka marrë përsipër me erujt deri në ditën e Kiametit. Këto asnjë kanë bërë neve origjinal.
S'ka drejt, s'ka mundësi askush, më thonë, qoftë ai njeri apo gjin, s'ka mundësi me ndryshu, më thonë, nga Kurani. Gjithashtu për veçorive që ka Kur'an, Kurani është për gjithë njerëzimin. Teurati ka qenë për një popull, Injili për një popull, kurse Kurani është për këtë njerëzimin, është për arabin, për shqiptarin, për zion, për bardhin, nuk ka përjashtim. Kurse Teurati ka qenë vetëm për një popull, Injili vetëm për një popull. Kurani famulart është për gjithë njerëzimin, pa përjashtim. Kjo është veçoria e Kuranit. Gjithashtu, ulema kanë thonë prej veçorive të Kuranit, Kurani ka zbrit në gjuhën më të mirë, që është gjuha arabe. Arabiyun mubin, Allah ka thënë Kur'an. Më thonë gjuha arabe e qartë. Më thonë gjuha më e përshtatshme. Mund me qenë kohën tonë dhe pe kohës për jamesam është gjuha arabe. Se mundet është një gjuhë që ka shumë fjalë. Shumë mund kuptime mund me dalë nga, po i si Allah ka zgjedhën ky Kur'an me konë gjuhën arabe, gjuha më e zgjedhur. Gjithashtu ky Kur'an e ka një veçori tjetër. Ky Kur'an va ka kalu afatin këtë librave tjerë më herët. Shembull Kur'anin është libri i fundit. Gjitha librat më herët me Kur'an i ka kalu afati. So i themi nesk. Me Kur'an ju është kalu afati librave tjera që kanë qenë më herët. Dhe e fundit, dhe së dashur Kur'ani është mrekulli. Është mugjizja e pejgamberit alayhis salam. Musa alayhis salam ka pas shkopin. Nuh alayhis salam ka pas anijen. Çdo pejgamber ka pas mugjize, kurse mugjizja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Kurani. Par më dhënë çfarë libër kena. Po shumë pak më thonë ja hapni vlerën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur me një hadith ka thonën ma min al-anbiya illa utiya mithla ma utiya man amana alayhi min al-bashar. Çdo pejgamber ka thënë se Allah i ka dhënë diçka që i ka besu populli. Ai ka thënë se inma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayh. Kurse mua më është dhënë thotë se shpallën nga Zoti. S'ka thonë se më është dhënë shkopi, më është dhënë anija, më është dhënë mugjizë tjetër. Po ka thënë më është dhënë shpallja pra Kurani. Tasi më dhënë Kurani ka veçori të mëdha. Ajo që është më kryesore për sot, ne kemi obligim ta kuptojmë këtë meselë, e kemi obligim besojmë çdo detaj, çdo mësim në këtë libër të Allah subhanahu wa taala. Inshallah nesër vazhdojmë me xhuzin e radhës. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.